طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, ju e dini çdo javë jemi duke shpjeguar librin e Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave rreth fikut, temave të fikut. Mirë po zakonisht na ndonjëherë edhe flasim kundër anti-islamistave, disa prej dyshimeve që i cekin. Kalim të i bëjmë disa video të shkurtra që thjesht njerëzit apo muslimanët mos me pas dyshime rreth fesë Allahut subhanahu wa taala. Një prej dyshimeve sikur mos ta kishin përhapur ata të cilët thonë që jemi të krishter. Nuk po flasim për ateistat, se prej ateistit mund të presësh çdo gjë. Ata nuk e besojnë fen Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa të krishterët thonë se na i besojmë Biblës dhe jemi fetar. Përderisa ti je fetar, çish po e godet një fe të caktuar ku çato dispozita e kim Biblën tënde. Unë shpesh herë po e them, po çuditna me disa njerëz, mas pari pse nuk e studion ti Biblën, para se me sulmu Islamin apo Kur'anin. Një prej temave që o stërhollu qatë shumë, që nuk kisha hinë këtë temë, është martesa me kushërirën e parë. Dikush mund me thonë, mas hinë se çështje senzitive, çështje e ndishme, apo e kanë godit Islamin në këtë fushë. Po bukur, a e ka leju Bibla martesën me kushërirën e parë? Po. Kush e kanë ndalu? E kanë ndalu priftrinjet që e kanë kundërshtu Biblën. Për shkak të presionit të madh, rrethanave të ndryshme, dispozitën e Zotit e kanë ndryshu. Në kundërshtim me xhallarët tanë, të cilët kanë pas frikë Allahut dhe nuk e kanë kundërshtu. E kanë lënë që kjo është dispozit, por se ma gjeni një hoxh vllazni që e ka martu në Kosovë, në Shqiptari, që e ka martu Çikenazës, Çikenetezës, a ka në një? Asnjë. Nuk ka, thjesht është dispozit që aty është kufini edhe mbaroj çështja. Pse pi jepni zor? Hajde sikur ti shkon vesh te Kur'ani. Shikoni. Në numra 36 verseti 10-11. Bijat e Celofehadit bën siç e urdhroi Zoti Mojsiun, Musajin alayhis salam. Mahla, Tirca, Hogla, Milka e Noa, bijat e Celofehadit, u martuan me djemt e të ungjëjve. U martuan, tha. Që kjo është në Bibël. Numra 36, verseti 10-11. Bukur. Dikush mund të thotë që kjo është specifike për çka? Për një fes caktum që pasunia mos mu shkep. Me rujt pasunin edhe mos mu shpërnda pasuria. Sikur të kishte me qenë kjo incest. Incest, për ata që nuk e din, është martesa me motër me vlla, motër e vlla. Me nonën, me tezën, dhe më thonë me familjen e ngushtë. Sikur ta kishte ndaluar Allah subhanahu wa taala, këto a kishte leju? Nuk e lejon. Pastaj, për ta provuar këtë, duhet të tregojmë një tekst biblik që e ndalon atë martesë jashtë këtij rasti. Shikoni cilat martesa i ndalon Bibla. Levitiku 18, verseti 6. Cilat i ndalon? Thot, askush të mos i afrohet, asnjë të afërmi, të gjakut për të zbuluar lakurëcinë e tij dhe marrëdhëniet e ndaluara janë në 1, 18, nëna. Nuk lejohet më martu. E dyta, njerka, 18. E treta, motra, 18, mbesa, 18, halla, tezja, 18-12-13, gruaja xhaxhaj, 18-14, nusja, 18-15, kunata, 18-16, por kushëriri i parë nuk përmendet. Në Bibël, nuk përmendet. Lexo çfarë thot Allahu në Kur'an, juve ju janë ndaluar nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, bijat e vëllezërve tuaj, bijat e motrave tuaja, nënat tuaja që nuk kanë dhënë, që nuk i kanë dhënë gjë, motrat tuaja nga xhiri, nënat e grave tuaja. Apo e shihni çish po? Çish është gati si e njëjta ajeti me versetin? A pe vreni? Bukur. Suratul Nisa ajeti 23. Tjetër verset. Martesa e Jakobit me Rakelën edhe Leën. Jakobi, një nga etrit e mëdhenjë të izraelitëve, u dërgua nga prindërit, e posaçërisht, për të marrë grua vajzën e dajës tij. Verseti tjetër.
Cili verset? Zanafilla 28, verseti 2. Argumenti i dytë në Bibël. Bukur. I treti, qohu shkote Padan Aram në shtëpinë e Bethuelit, atit në nësate, dhe mblidh grua që andej, midis bijave të Labanit, vllait të nënësate. Zanafilla 29, 16-28, këtu tregon se u martua me Leën dhe Rakelin që ishin kushërirat e tij të para nga ana e nënës. Mos na shitni pallavra, se duke e godit Islamin, ju po e goditni fenë e juaj. E që ata që i keni mësu me e godit Islamin, në qëtë pikë, që ata krishter, kur ti dëgjën qëto argumente, do mos do kemi shtime e kundërshtu dhe Biblën e juaj. Edhe kemi nxerr edhe për krishterizmit, jo për Islamit, po edhe për krishterizmit keni me qit jashtë krishterizmit. Kronikave 23-22. Eleazari vdiq pa pasur bi, por vetëm bija dhe bijtë e kishit, kushërinjet e tyre i morën ato për gra. Në Bibël e keni. Merë në Biblën këshërnë. Me dëshmi, me versete, me numër. Biblia nuk e ndalon martesën me kushërinën e parë, në ligjin moral ose ceremonial, dhe në disa raste historike tregon se ishte praktik e njohur për me rujt familjen, për me rujt pasunin. Nëse martesa në kushërinën e parë do të ishte mëkat edhe incest, a thua vallë, Zoti kish me ndalu këto? Kish me leju këto, realisht? Nuk kish me leju. Qoftë brenda familjes ngusht, dhe më thonë familjen e fisit, qoftë jashtë, incesti është incest. Nëse kish me ndalu, e kish me ndalu edhe brenda dhe jashtë. Ligjet kanonike dhe jo Biblia, kush e ka ndryshu ligjet kanonike? Po s'është të çuditshme vllazni. Se kisha Vatikani, ti kohëve të fundit a keni po vllazni që prifti shkon edhe i bekon njerëzit e të njëjtit seks, njëjtit zgjini. Nuk e pranojnë si ligj homoseksualizmin. Duhet më konë drejt. Nuk mundesh me thonë që Vatikani e lejon martesën burr me burr, gru me grua. Mirë po, çka themi habibi? Themi se i bekon si persona. Kjo nuk është normale. Po i bekon. Bekim, me një aspekt është nxitje për mu martu burr me burr dhe gru me gru. Dhe është normale që këta kanë kundërshtu dhe çështjen e kushërinit të parë. Çfarë thot? Ndalimi kësaj martese nuk vjen nga vetë Bibla, por nga ligjet kanonike, sikur kisha, jo në mbledh priftërinë të bashkë, kanë thonë valloj sot duhet me ndalu këtë mesele, me shku deri në shkollën e 7, apo deri në shkollën e 7 mos mu martu. Këta ka dole kanë po që shkolla 7 bëjë nalt kuka. Hajtë ta ndryshojmë pak ta bëjmë shkollën e 4 tash. Qëtu vrehet që nuk ka dispozit të këta, por se dispozita është në Biblën e tyre. Thot, në Bibël nuk ka asnjë varg që e ndalon. Nëse ndalimi do të ishte moral, atëherë kemi listën te Levitiku. Nëse Bibla nuk e ndalon dhe vet profetët në djatën e vjetër janë martuar me kushërira të para, si Jakobi apo vajzat e Celofehadit, te numra 36, mbi çfarë baze biblike ti e ndalon tash martesën në kushërirën e parë? Me çfarë baze? Ku i ki argumentet? S'ki argumente. Argumenti është presioni i popullit. Presioni i mbretërve. Presioni, edhe pse mbretërit më herët janë martu, po presioni i kohës. I ka shti që këta me ndryshu dispozitën e Zotit. E këtë dispozit Zotit që e ka ndryshu, neve vetë Allahu na ka thonë Kur'an, na ka kallëzuar, na ka thonë. Ka prej njerëzve që shkruajnë me dorën e vet dhe thonë kjo është prej Zotit. Për pak pasurit kësaj toke, kësaj bote. Shumica e protestantëve krishterë që ndopi kishës, ju më këthym bazë të Biblia e kanë leju martesat me kushërime. Martin Luteri. Në Gjermani ki ma shumë protestant, ki në Amerikë, që ata edhe kishat i kanë ndryshme vllazni. Kishat e protestantëve e kanë një lloj si geli. Ata si knusi gjeli e kanë. Dallojnë kisha atyne për këti kisha atyne. Pse? Sepse këta thonë, Vatikani të ati, çfarë lufta e në bërë mes tyre. Këta thonë që Vatikani, krishtenizmi, nuk është e krishtenizm që shukon në fillim. Kanë fut idhuj në për kisha, idhujtari,
A i ki po Marien që e bëjnë Zotin, kishe ku e dione, bile qita një video, një kroate, thot shkova në Gjermani, hina tha në kish, edhe tha pe pysjat për gjecin. Tha kush o kë? Tha ky Jezusi është. Jo, tha peshon e tha që e ka majt, kështu si Jezus ta pesho, në bas të ftyrës që shta kanë promovua, po që ky që pe mon, tha, që të Jezusin me mjekër të bodh, kush o? Tha ky e Zoti. Thot e smërët, a jesë normal me pjapon, a e normal ti, që është Zoti është kë? Tha s'mla me nejtë, në kishtë ta më qiti, gospo që se tha, izal gjela për le, dilë për jashtë, tha. Që është Zoti me bo, që është me formësu Zotin, e që kjo është i dhejtari. E Martin Luteri, që ka po protestant, e kanë kundërshtu kishën këto pika, dhe një prej pikave e kanë kundërshtu çështjene martesës me kushërirën e parë, se Biblia e ka leju. Edhe disa prej idhujve i kanë hek. Kanë thonë se idhujt i në Bibli ki, që idhujt nuk lejon në kishë. E këta paganizmi që e kanë trashëgu, e kanë fut, dhe më thonë, idhujtarin në kishë. Sot shumë kisha protestante nuk e ndalojnë këtë martesë sepse bazohet në Bibël. Gjithashtu në shumë vende krishtere historike, si në Angli, pjesën e madhe të Evropës, Amerikës Latine, kjo martesë plotësisht ka qenë e ligjshme. Figurat e shuarat krishtera si Charles Darwin apo mbretëresha Victoria e Anglisë, e cila mbante titullin e kreut të kishës anglikane, ka qenë e martuar me kushërinë e saj të parë. Anglikane, kishës, ka qenë e martuar. Sikur të kishte qenë, dhe më thonë e ndaluar, nëse kjo do t'ishte ndaluar në krishterim, si ka mundësi që një monark e drejtues kishas në Evropë, kishte me lejuar këtë martesë. Pikë tjetër, pse kundërshton Biblën kisha dhe priftërinjit? Pse kundërshtuar? Se nuk ka fakte. Nuk është e çuditshme që Vatikani dhe Kisha Katolike të bëjnë kompromise në fenë e tyre, se të partë e tyre kanë ndryshu, thot Allah subhanahu wa taala në suratul Baqara, ajeti 79. Qëra, mjerim për ata që e shkruajtën librin me duart e tyre, e pastaj thonë, kjo është prej Allahut për të fituar me të një pakëzgjë, mjerim për ta që e shkruajt duart e tyre, dhe mjerim për ta për ata që fitojnë. Sa mirë për kallëzan. Kanë shkujt vetë, kanë fut fjallë tyne, fut e shtijen Bibël, apo ligjet kanonike ku e dione, e kanë kundërshtu ligjën e Zotit. Pastaj thot, ne e morëm besën dhe nga ata thamë, ne jemi të krishterë, por ata haruan një pjesë të madhe të asaj me të cilën u këshilluan. E kundërshtuan, dhe më thonë, Injilin, sotën Maida, ajti 14. Në dëshmi nga vetë tekstet e Biblës, që kanë fut njerëzit, është fut faktori njeri, vetë në Bibël shkru. Jeremia 8.8. Si mund të thoni, ne jemi të urtë dhe ligji i Zotit është me ne, por ja, pend e rreme e shkruzve e ka kthyer atë në rrene. Edhe në Bibël e gjen që kanë fut, dhe më thonë, gjëra të reja në shkrimet e Zotit. Pse? Sepse Allahu a kalon njerëz e umeteve të kaluara në durët e tyre nga librin e Zotit. Ata nuk e kanë rujt. Për atë arsye, librin e fundit, Allah azza wa jall çka ka bo? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Me të vërtetë ne zbritëm dhikrin Kur'anin, gjithsesi jemi ruajtës të tij. Dhe ky Kur'an s'ka mundësi me ndryshu. O këtë dynjoja le të qonë, krejt le të qonë, su në ndryshën. Fatmir Meraja, një vllaj që ka qenë krishter, që ka pranuar Islamin, e dha një shembull konkret shumë të mirë. Tha, po imagjinojmë për një moment ta kret librat, këtë Biblat në dynjë që janë mikall, mos me lënë as në raftë as në aplikacion as sen, po dhe të njëjtën kohë me bë me Kur'anin. Çka kanë me bë? A ka mundësi dikush me rikthy Biblën në formën e vet që është sot? S'ka mundësi. A mund të gjetë një person që e din Biblën për mend? S'ka mundësi. Kur'anin i gjen një 2-3 vjet, ka 3-4 vjeç, 5 vjeç, ta din këtë Kur'anin për mend edhe ta shkruajnë për 24 orë. As më thënë që ke mrekulli? Merë 10 faqe në gjuhën tonë dhe ti shqip, merë një vjersh, edhe pa të hub nëj presi aty, nëj pik, nëj sen, nuk është e mundër. 600 faqe, 600 faqe. Hafizi, një fetha, një kesra, ja vret vishin për njerë. Pse se mrekulli është? E qysh më konë Biblia mrekulli kur fjallët e njerëzve ju në fut aty mrena? Edhe normalisht, kur në fut fjallët e njerëzve, ka deviju edhe feja për Isaut alayhi salam.
Çka thot shkenca e historisë për këtë? Studiuesit modern kritikës së tekstit biblik pranojnë se mungesa e origjinaleve, librit origjinal, Injilit e këtyre nuk ekziston asnjë ndërshkrim origjinal. Thuaj krishterëve, sfidoni, bjema Injilin origjinal. S'ka. Se çfarë gjuhë ka fol Isa alayhis Jezusi? Aramanishtja, që thonë. Nuk ka fol gjuhën greke. Kanë gjetë veç në gjuhën greke, në gjuhën latine, ama që shka fol Jezusi nuk ka tekst. Ana para 15 shekuj e kemi Kur'anin e njëjtë. Që disa anti-islamist kanë fut dyshime tu i marrë tefsirët, vllazni, tefsiri bën Ketirit, Isadit, Sançea dhe Kur'ani është 7-8 versione. S'është e komentim është. Fjalët e Zotit janë fjalët e Zotit, nuk ka ndryshim. Pastaj Papët dhe koncilet kishtare vendosen ndalimin e martesës mes kushërinjeve përgjatë mesetës, kryesisht gjatë shekullit 4 dhe 11, jo për arsye teologjike biblike, po për arsye sociale, ekonomike, politike, demografike. Thot, me kalimin e shekujve shkalla e ndalimit u zgjerua deri në shkallën e 7 të fisit. Edhe të na u konë. Për shembull në fshat nuk janë martu. Këtë fshati, jo, këtë na jemi një fisit apo edhe ku e dione, dhe më thënë jemi tafër, me nuk lejohet me martu. Kështu e kanë pasë. Thot, pastaj rregullat u bën aq ekstreme sa që çdo njeri në një fshat evropian ishte kushëri i shkallës së 6 dhe 7 me dikë tjetër. Se largu 7 gjenerata nuk ka pak. Pastaj thot, për këtë arsye, koncilin e 4 të Lateranit vitin 1215, Kisha Katolike u detyrua të lehtësonte dhe të shkojë në shkallën e 4. Ha, dhe me po bëj këta, po? E dje zboni me të 7-ën, dje s'ka bon në 7-ën, tash tu e parë rrezikun, hajde tash po bëhet me të 4-të. Jo, deri te e para lejohet. Me Biblën tuaj. S'po flasim me Kur'an, me Biblën tuaj. Domethënë, varësisht nga rrethonat i ndryshuan fjalët e Biblës dhe thot Jeremia që shtam, domethënë, por ja pend e rreme shkryesve e ka kthyer atë në rrena. Po ashtu, hoxhallarët tanë dhe martesa me kushërirët e parë. Ç'a tham? Kush për hoxhallarëve tanë e ka martu një kushërirët vetë? Hajde kallëzamni. A keni ne fakt, ne dëshmi? Kur hiç sa vjet? S'ka. Çfarë bëni të madh ata? Pastaj thot, nëse tek ne nuk martohen me kushërinë e parë, sepse kështu është tradita, askush nuk ka dalë edhe me thonë kushdo, o vllazni, kushdo që nuk martohet me çikën e hoxhës është gjynaçor. A ka dhënë hoxhës tu me thonë? Allah. Plot sene na i kemi halal, po si hajmë? Apo, si hajmë? A do të thotë që morim mëkat? Plot ushqime Resuli a.s. ka pas raste i ka hongër, na si hajmë? A do të thotë që na jemi gjynakçar? Jo, që aty është kufini o vëlla. Kufini është ashtu. Është traditë na mos mu martu. Çika hoxhës, çika tezës, çika dojt. S'martohemi o vëlla. As nuk thrasim, më ju thon njerëzve martojuni. Është çështje e ndihshme që s'ka nevojë. Kemi plot vajza tjera që mundesh mu martu, s'ki nevojë me marrë çikën e hoxhës o vëlla. Jënë do sene që janë halal, po nëse bëhet fitim, për çka më marrë o vëlla? Pse? Pastaj thot Allah e ka përcaktuar kufirin e ndalesës, kushërira e parë nuk është prej grave që Allah e ka ndaluar. Mirë po, thot. Çka kjo nuk do të thot se e kitë domosdoshme ti me marrë çikën e hoxhës, çikën e tezës, çikën e dajes, por nuk lejohet të mohoj lejushmërinë që Allah ka përcaktuar ose ta shpall haramat që Allah e ka lejuar. Kjo bën dallimin mes mos praktikimit të një të lejuare dhe ndryshimit të dispozitës. Siç është për shembull një ushqim halal, ky ushqim halal është ti spehan, po mos thuj është haram. Unë vëlloj se kom qef që të ushqim. E tash masi si ki qefti këtë ushqim, në traditën tonë, pse Allah e ka leju, haram është kjo. Po s'banë. S'është dispozite Allahut, mos u përzin këtë çështje. Pastaj nuk është dispozite edhe në Kur'an, po e ki edhe në Bibël. Pastaj, pra dallimi mes hoxhallarëve tanë dhe priftimit tuaj është se priftimet tuaj e ndryshuan dhe kundërshtuan dispozitet që gjendet në Bibël, ndërsa hoxhallarët nuk e ndryshuan. Sepse disa dulin njëri, një gazetar, me një emision edhe tha, jo thotë në krishterizëm kjo nuk lejohet. Kush ta ka ndalu? Prifti ta ka ndalu. Bibla s'ta ka ndalu. Jo kjo kon thot dhjatën e vjetër të jahudit. Bukur. Gjeje një verset në dhjatën e re që e ndalon çikën e hoxhës. Gjeje. Atër kthehesh në bazë që ky ka ardhur me plotësu që ato që ka qenë.
Ka qenë dhjatën e vjetër një dispozit, nëse nuk ka ardhur ndryshimi, mbetet në fuqi në dhjatën e vjetër akoma që e dispozit. Sepse nuk kime ndryshu këtë dispozit të kaluar dhe që i bie krishterizmi, Bibla, dhjata vjetër, dhjata re e lejon, nuk e ndalon. Edhe mos e sulmoni Islamin sepse jeni duke u sulmuar veten. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.